stilin, kështu e kam. Prit, mos më gjykoni, sidomos ju gjenerata e pas luftës, se sot ekskluzivisht në kanapé kam Eris Recepin, pra pas ka shumë kohësh, duke mos e parë shumë të transmetohet në intervista e në ekran. Erisën e kemi në interviste që do të rrëfej kohën e kaluar të fëmirisë së tij, kohën kur ai këndonte për gjithë fëmijët e asaj kohe, kur ai aktronte në serialin Ai Star e shumë çka tjetër do t'i ndeshni përmes këtij materiali në vazhdim. Hakerat, stilin kështu e kam, sallata muzikore, Old Jamba, Ai Star. Tek Shadërvani Ulpianës, ku para 14 vite xhiroheshin këngët e grupit Hakerat. Figura më e dashur e fëmijëve të gjeneratës së pas luftës vjen në rrëfim për herë të parë pas 13 vitesh. Eris Recepi ishte këngëtari dhe aktori që fëmijërinë e kaloi në mënyrën më të lezetshme në atë kohë. Erisi ka qenë edhe është shumë i hareshëm, shumë dinamik, shumë energjik, kisha me thonë. Koha kur është bo konga Hakerat, stilin kështu e kam, edhe disa projekte tjera, kanë qenë momentet, me thonë, ma të bukra tjetës tem, ma të mira tjetës tem, për shkak që ka pas shumë aktivitete, u konë shumë një jetë e shpejt për një fëmi, një jetë e bukur për një fëmi, edhe e kom shiju çdo moment, çdo sekund të asaj periudhe. Atëherë, na tregova që kënë këndu fillimisht këto intro të animacionëve që i ke pa në filmat e vizatimu. Atëherë, e mban mend e ki kështu memorien e këthjallët, cilat kanë qenë ato, cilat kanë pëlqyer më shumë, ndoshta vetëm me emrin, s'po të shti me knu. Jo, përbes nuk s'është që më kujtohet saktësisht çka u po. Praktikon edhe sot ndoshta nëse dalë në televizor ashtu spontanisht në shtëpi. Muzikën a? Muzikën e filma po mendoj. Po, cilën do? Ndoshta edhe muzikën sot. Po, pse jo. Më tërhek diçka, po e provoj, e knaj, që nuk jam në aspektin e muzikës, nuk jam qysh jam kohë. Duke i kënduar gjithë fëmijëve të asaj gjenerate në një stil që fëmijët sot nuk e kanë. Figura e njohur rreth artit në shoqërinë tonë, Naim Krasniqi, ishte ai që organizoi fëmijët, këngët dhe gjithë grupin Hakerat. Prap, po them, para sa me ndalë të sot, po du me ndalë, unë për vetë jam shumë kurioze, kam qenë fanë se gjithë juve që keni knu atër, edhe që i duke i të kongë të juve dhe që sot mundohna edhe familjarëve të mi që janë fëmi, mi au prezentu, qysh ka funksionu, qysh janë bo bashkë këtë fëmijët atër për me e këndu një loj kongë, kështu për shambull grupi juj. Të kujt janë kon idejat, qysh e di që në çdo këngë gjithë se cilit keni marrë pjesë në spot, thuj se të gjithë. Po zakonisht qëto muzikat këngë që janë bo, do me thonë janë bo, jena mundu mi ledhë, mi bo sa ma shumë për një ditë. Do me kry sa ma shumë për një ditë, edhe në atë kohë fëmi normal i kem pas edhe obligime tjera, jo shkollë, jo kurse, jo diçka. Edhe Naimi, se pra po bja në përmend, kam rri me organizu që e kalon një ditë, do me thonë, që krejt kam pas kohë, krejt kanë mujtë me ardhë dhe që aty jem mundu me nëzirë sa ma shumë pra se dite. Juve fillimisht ju ka përshtohet, besoj që nuk i keni shkru tekstet vetë? Jo. Edhe ju ka përshtohet për shembull kënga stilin kështu e kam, u konë për një me që u përshtohet karakter tonin, apo kush i ka zbulu këto idejat? Këto idejat, këto janë konkret, do me thonë, Naim Krasniqi, në bazë të paraqitjes tonë, kam rrimi nëzirë tekstet, kam rrimi nëzirë, dhe me thonë se ka pa një fëmijë që ka një interes të caktuar në diçka, ai kam rrimi nëzirë, dhe me thonë janë nëzirë prej vetës fëmijët. Atëherë, tash, nëse i kujton ndonjëherë, atë vjen mend kështu gjatë jetës, gjatë ditëve, gjatë javëve, ndonjëherë këto periudhat e këtyre këngëve? Çdo ditë. Çdo ditë i mendon? Çdo ditë. Çka u konë që jeni kënaqur mas shumë ti për vetë se keni kënu? Kur jeni bu këtë bashk, cilat janë konë ato momente që i kaloj këtë bashk? Atë po i keme ndoshta me u ndjej shumë mirë kur i pajsh ato klikimet, ajo dashuria e fëmijëve që e meshën në atë kohë? Nuk kisha me
thonë që e kom ditë saktësisht që është puna e klipimit, se unë kom shumë i vogël. Okej. Thonë po folëm për një periudhë kur i kom pas 9 vjet deri në 14-15. Edhe nuk e kom kuptu shumë këtë punën e klikimit, punën e famës. Po ka bo mu një mirë për shembull kur e kom një dikon tu e ngu muzikën tam, tu e lavdu muzikën tam, edhe tu më vlerësu, ose për shembull kur kom dalë në qytet si fëmijë, është interesant edhe tash si i rritun e jo si fëmijë, me dalë dikush që t'njeh, që ky është Lerisi që e ka knu stilin kështu e kom, hakerat. E gjitha këtu kong, atëherë ki sot kontakte me atë grupin e dikurshëm, vajzat jam gjithë që kanë qenë pjesë? Me disa po, me disa jo është shkput këm pati. Okej. Jo Po për kështu- diçka të keqe. Po, normal, sa tërë keni qenë edhe fëmijë, thjesht nuk normal. keni vazhdu me pas një të raport. Ki qavë ndonjëherë me u bu krejt bashkë, nështë me bu në veç një, nështë si një mini videoklip, vesa për fani, jo diçka serioze, Po, veç pse mi jo? këthy deja vu të njerës. Pse jo, po, Kështë po qafë? po normal. Pas periudhës së këndimit, viti 2019, Erisin e gjen si aktor në serialin për fëmijë më të shikuar në atë kohë, iStar. Kur si Teuta Krasniqit nikoi që Erisi të ishte figura më e dashur e adoleshantëve të para 7 viteve. Atëherë, qysh ka qenë shkputja jote nga këndimi në Aktrim? Shkputja jam nga këndimi në Aktrim, normal si fëmijë krejt e kem atë kohën që shkojmë në fazën e pubertetit. Edhe unë hina në fazën e pubertetit, zoni jam filloj me pas Pesh. pesh. Po, pesh. Një lloj peshe ka pas? Nuk ka qenë stabil, me thonë. Okej. Edhe vendosa me bu një pauzë të shkurt, pastaj mu kthy prapë në muzikë. Po shkaj një vjet, shkun 2 vjet, zoni jam o trash, këgja. Edhe ai zhono nuk mu përshtat ke mu. Po. Tash, sot e kësaj dite, kom metë, do me thonë, me gjetë zhonërin tem, me gjetë ngjyrën tem të muzikës, edhe pse jo me vazhdu prapë. Edhe me muzikë ke mendon me vazhdu prapë? Po, pse jo. Edhe me Aktrim? Edhe me Aktrim edhe me muzikë. Dy jot. Qa ka të bëjma? A nështë njënën pak ma shumë, se këtu po du me dollë. Cilat flenë ma shumë zamër? Ajo që ke nise para, apo ato që ke vazhdu edhe që Jo, së që ke pas paraqitjen Kisha tjetër? me thonë Aktrim. Kisha me thonë Aktrimi. Më flenë ma shumë në zemër. Edhe mënyra që kom vazhdu me Aktrim ka qenë si rrjedhe muzikës, do me Po. thonë. Nëse i ke ngu kongët e mija... Jënë kom pak aktru se komplet. kështu në spotet e tyre. Po, kam pas edhe skena që s'kena pas me kënu, kena pas veç me aktru, Po. edhe drejt me të kallzu, kur sot i shoh ato klipe, thëm shumë mirë jam konë, edhe pse s'kom pas asnjë fije dijeni për Aktrim. Po, shumë mirë e konë. kom dalë. Kom pas shumë raste që më kanë nalë, më kanë dhonë lavdata, edhe kanë lyp nëj foto, kanë lyp nëj video me bo, nëj diçka me pas që kujtim, ose si, Po, s'po di as qysh me thonë, një shejt që e kom taku që t'njëri, edhe pse mu nuk është që mu ka dok vetja në ere ku me di çka. po nështë edhe ajo ka mosha ma e qenë, vogël, për to ka qenë është ta shumë ma... Edhe për to edhe për mu. Edhe për ty, normal. Pa tjetër, ti kryesor, ama